Përpara se me fillu, desha mi pyet, a është në rregull nëse e incizojmë diskutimin që pastaj me publiku në website të QKSS-s? Okej. Faleminderit. Presim edhe Dejan me u lajmëru. Tash vjen edhe kolegët e Birnit, kështu që mundet më. Atëherë përshëndetje të gjithëve edhe faleminderit shumë që keni gjetë kohën me u bashkangjit me këtë webinar ku do të diskutojmë për rritjen e narrativave antigjinore në Kosovë dhe implikimet e tyre në tërësi ndaj të drejtave të grave, si dhe të komuniteteve të tjera që janë më të diskriminuara në Kosovë. Unë jam Jeta Loshaj dhe jam hulumtuese në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë. Unë do të prezantoj shkurtimisht një raport të cilin e kemi përpiluar në bashkëpunim me kolegët nga QKSS dhe në partneritet me kolegët nga Bern. Mirëpo paraprakisht do t'jap fjalën zotrit Mentor Vrajolli, i cili është drejtor në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, i cili do të flasë më shumë edhe për hulumtimet në tërësi të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, si dhe për agjendën Gratë, Paqja dhe Siguria. E pastaj do të kem kënaqësinë t'jap fjalën panelistëve Leonides nga Qika, Dejas që është aktiviste, si dhe pashtu ka punu edhe në QKSS, si dhe Dionës që është Program Manager në Gender Justice në Friedrich Ebert Stiftung. Mentor, po të jap fjalën ty një herë, pastaj vazhdojmë. Atëherë, përshëndetje të gjithëve, faleminderit shumë që keni ardhur në këtë webinar të organizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Përshëndetje të veçanta sidomos për panelistët Leonida Molliçaj nga organizata Qika, Diona Hoxha nga Friedrich Ebert Stiftung, Deja Fetiu, momentalisht duke studiuar në Universitetin e Cambridge. Gjithashtu e falenderoj edhe Jetën këtë rast si moderatore dhe kolegët që kanë qenë të angazhuar në hartimin e hulumtimit. Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë ka një kohë, do të thotë që nga viti 2016 që e ka programin Gjinia, Paqja dhe Siguria. Qëllimi kryesor i këtij programi është të trajtoj aspektet gjinore në të gjitha aktivitetet e qendrës dhe gjithashtu të trajtoj aktivitetet të cilat në lidhje me agjendën Gruaja, Paqja dhe Siguria në kuadër të sektorit të sigurisë dhe sundimit të ligjit, kryesisht me fokus institucionet përkatëse të cilat janë përgjegjëse për të trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me aspektet gjinore, po gjithashtu duke e trajtuar fenomenin edhe nga këndvështrimi gjinor, për shkak se Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë ka një kohë të gjatë që monitoron narrativa të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me ideologji ekstreme, duke përfshirë ideologjitë fetare, po edhe ideologjitë etnike. Në kuadër këtyre ideologjive shpesh vërejmë se ka edhe elemente narrativa antigjinore e cilat kanë për target gratë, po dhe komponentat e tjera gjinore. Ne tash në këtë rast jemi mbledhur për të diskutuar rreth hulumtimit tonë të fundit, të cilën e kemi përpiluar si qendër, e që ky hulumtim mbështetet nga financiarisht nga Bashkimi Evropian, por në kuadër të projektit të implementuar nga BIN Kosova, Jeti i pavarur i televizioneve dhe Jeta në Kosovë. Kuadër të besoj që Jeta do ta prezantojë edhe raportin, po qëllimi i këtij raporti është mi trajtu cilat janë burimet, cilat janë duke indikuar sidomos narrativave, përdorimit të hapësirës digjitale për të përhapur narrativa të cilat kanë për qëllim targetimin e komponentave gjinore. Nga ajo që kemi gjetur në kuadër të raportit është se megjithatë ekziston një vakum ligjor i cili shpeshherë është një farë nxitës i këtyre tendencave, për faktin që edhe me kod penal, po edhe me ligjet e tjera, edhe më tutje vazhdon të mos trajtohet përdorimi i hapësirës digjitale dhe sa i përket përhapjes narrativave të cilat kanë për qëllim targetimin e komponentave gjinore. Kjo është duke ndodhur për një kohë të gjatë. Kjo është pa edhe me rastet konkrete, sidomos tek rasti Albi King, ku dënimet për persona që kanë qenë të përfshirë në përhapje të dhunës ndaj grave, po edhe
të thyerjes së privatësisë së tyre apo edhe të sulmeve të tjera të demikus që janë bërë, kanë qenë jashtëzakonisht të shpërfillshme dhe mendojmë që këto masa duhet të ndërmiren në mënyrë sa më urgjente që të sigurohemi që çdo krim, përfshirë edhe krimet të cilat përdoren kundër grave e nëpërmjet hapësirave digjitale të marrim dënimin e merituar. Besoj që ju ftoj të gjithë që t'japni idetë e juaj, mendoj që duke pas parasysh edhe profilet e panelistëve të cilat janë ftuar në këtë webinar, do të arrijmë që të përçojmë mesazhe të rëndësishme duke u synuar që të adresojmë problemet e identifikuara me ulëmtim, andaj nuk po marr më tepër kohë, po ja jap fjalën prapë Jetës për ta moderuar pjesën tjetër të këtij webinari. Okej, faleminderit shumë mentor. Unë shumë shkurtimisht po du me prezantu raportin, po e bëj share screen për me pa edhe ju, po veç dishta me informu që raporti veç është lancu në faqen e QKSS-s, kështu që mundeni me pa edhe aty, vetëm një sekond. Ja. Apo shihet raporti? Po më nëjë PowerPoint, apo jo? Dhe jo PowerPoint e veç web për momentin. Okay, give me one second. Okej, tash po besoj është në rregull, apo? Po, tash po shihet. Okej. Pra, raporti titullohet Rritja e narrativave antigjinore në Kosovë. Qëllimi ka qenë për me analizu rritjen e narrativave të tilla, për shkak se jo gjithmonë kur flasim për diskriminim që bëhet ndaj grave dhe komuniteteve të tjera, që janë të diskriminuara më shumë në Kosovë, gjithmonë flasim zakonisht për rastet ekstreme, kur flasim për dhunë ose edhe për rastet alarmuese që po ndodhin në femicid kohëve të fundit, por ne duhet me pas se si rritet kjo mendësi apo si ka lindur kjo mendësi në të cilën ekzistojmë dhe që shumë pak po shuhet faktikisht. Kështu që e kemi pa të udhës me pas se qysh bëhen këto narrativa. Përpara se me fol edhe për elementet e tjera të raportit, deshta me tregu që në kuadër të hulumtimi kemi bërë disa intervista, saktësisht 10 intervista me ekspert të sigurisë, disa gazetarë, për shkak se gratë në përgjithësi që janë në jetën publike, kryesisht politikanet, por edhe gazetarët janë shumë të targetuar sa i përket narrativave antigjinore. Si dhe kemi pas plan me bëu edhe një focus group, por kemi pas pak hezitime nga ana e institucioneve publike për me diskutu këtë temë. Gjithsesi, qëllim tjetër i raportit ka qenë të studiojmë se si është lidhja mes ideologjive të ekstreme të djathtë dhe dhunës digjitale. Do të thonë, kryesisht e shohim që dhuna digjitale që shpërhapet sidomos ndaj grave që vendosin të jenë pjesë e jetës publike, shumë e theksuar, e sidomos gjatë fushatave elektorale. Edhe në raport po ashtu kemi tregu se si ndikojnë, çfarë ndikimi kanë narrativat antigjinore ndaj grave dhe komunitetit LGBTIQ+. E kemi pa që narrativat antigjinore nuk është ndoshta që janë një pjesë, një lëvizje shumë e konsoliduar apo konkrete që ekziston në vende të tjera. Në fakt, për shkak se këto nuk gjenden vetëm në Kosovë apo edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor, por në tërë Evropën. Por në rastin e Kosovës ndoshta janë pak më shumë në nivelin apo në baza individuale, por prapë shihet një lloj përshtatjeje mes disa mendimeve, sidomos nëse bëjmë analizë sentimentale në komentet në rrjetet sociale e kështu me radhë, por e shohim në hapësirat në cilat i shohim narrativat antigjinore prezente janë në diskursin publik, politik,
fetar edhe online. Kryesisht kur flasim për barazinë gjinore dhe të drejtat riprodhuese, menjëherë paraqiten si kërcënim, nganjëherë ndikojnë edhe i ndërlidhen edhe me çështjen e nacionalizmit, me çështjet e etnisë, sidomos edhe në pjesën e shoqërisë që janë shumë më të lidhur me fenë. Zakonisht përdoret frika dhe dezinformimi për të ndikuar opinionin publik, kinse disa ide të tilla janë mjaft ekstreme dhe po importohen nga perëndimi, kështu që në Kosovë apo në shoqërinë tonë që duhet të jetë më konservative, nuk duhet të ketë hapësirë për ideologji të tilla. Fola pak për kontekstin në Kosovë, po këtu kjo më shumë të shihet instrumentalizuar në debatet për kodin civil ose në rastin specifik për fertilizimin e asistuar mjekësor. Zakonisht politizohen çështjet e gjinisë dhe seksualitetit. Ndoshta një shembull konkret është sidomos edhe kur flasim për conflict related sexual violence, ajo është vetë temë tjetër, po fatkeqësisht ndikohet edhe ajo si element mjaft i ndjeshëm në kontekstin e gjerë. Edhe siç e theka edhe më herët, këto tema lidhen ose tendohen, ka tendenca për të lidhur me moralin dhe nacionalizmin. Grupet më të prekur janë gratë në politikë dhe jetën publike, gazetarët dhe aktivistët për të drejtat e grave, kemi pa shumë shpesh edhe në të kaluarën kur kemi punu në organizata të tjera, aktivistët për të drejtat e grave shumë shpesh përdoren edhe si mim, domethënë bëhen tallje me to në diskursin publik, sidomos edhe personat e komuniteteve LGBTIQ+ dhe mbrojtësit të drejtave njeriut gjithmonë mundohen me u tallë me ta. Në shkurt. Dim që dhuna digjitale çdo ditë më shumë po përhapet, ka ngacmime online dhe kërcënime digjitale, ka cyberstalking, doxing edhe deepfake, apo fushata denigruese ndaj grave dhe aktivistëve. Për rastin e Alp Kings e përmendi mentori shumë shkurt, gjithë kemi dëgjuar për ta, e dim që ka pas shpërndarje papëlqim